saj në shkolla. Për diskutuar për këtë temë, unë kam kënaqësinë që me mua në studio është Shkumbim Spahia nga Qendra për Avokim dhe Zhvillim. Spahia, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Shqetësuese, me të vërtet, 13-15 vjeç të shohësh një fëmijë sot në vendin tonë një nxënës që përdor duhan. Po, ndoshta është më rëndësi të theksohet se këto të dhëna kanë dalë nga hulumtimi që quhet GYTS në gjuhën angleze Global Youth Tobacco Survey apo hulumtimi global i duhanit, i cili është realizuar nga Instituti i Shëndetësisë Publike të Kosovës me përkrahje të udhëzuesve të OBSH-s. Dhe çfarë është tjetër më rëndësi është se të dhënat që i përmendet 23.5% e fëmijëve të moshës 13 deri në 15 vjeç konsumojnë produkte të duhanit. Tani në vitin 2025, mirë po të dhënat e GYTS-it në vitin 2016, kjo shifër ka qenë 8.8%. Pra kjo tregon që kemi një rritje jashtëzakonisht të madhe. Thuajse dy fishim. Ndërsa nëse i keni parë edhe disa të dhëna tjera, shihet se vajzat në hulumtimin e realizuar në vitin 2016 kanë konsumuar dikun rreth 5.diçka% produkte të duhanit. Ndërsa sot ky numër tek vajzat ka arritur mbi 20%. Domethënë që kemi 4 fishim, 5 fishim të përdorimit të vajzave, përderisa më shumë se 2 fishim të përdorimit të produkteve të duhanit në përgjithësi të gjitha moshat 13 deri në 15 vjeçare. Ne edhe më herët e kemi ngritur këtë çështje si urgjente, mirë po tani më kjo urgjencë është dokumentuar dhe edhe pse kemi një bazë, kisha thënë të ligjit për kontrollin e duhanit, e cila është një bazë e mirë për mbrojtje nëse zbatohet në mënyrë efektive nga përdorimi i duhanit, tani duhet të jemi të guximshëm dhe larg pamës që të kemi një qasje rregullatore më të vendosur në mënyrë që të adresojmë edhe këtë sfidë duke rregulluar, ndaluar, kufizuar edhe përdorimin e këtyre produkteve që i përmendet cigaret elektronike. Edhe një dhënë tjetër është që edhe përdorimi i cigareve është rritur nga 5.5% në 11%, dikun është dyfishuar, pra do të thotë pasi kemi pasur një periudhë pas hyrjes në fuqi të ligjit për kontrollin e duhanit ku kemi pasur ulje të konsumimit të duhanit, tani kemi ngritje edhe kjo i atribuohet kryesisht daljes në treg edhe trendit të vazhdueshëm të daljes në treg të produkteve të reja siç janë cigaret elektronike, qeset, produkte të duhanit me ngroje e tjera. Këto janë jashtëzakonisht tërheqëse për fëmijët dhe adoleshentet, pasi që vinë me shije dhe pamje të ndryshme dhe kanë synim, pikërisht i kanë synim këto mosha që të tërheqin dhe të bëjnë të varur nga këto produkte. Tani, Zotëri Spahia, besoj që këta fëmijë, kjo përqindje, konsumimin e duhanit nuk e bëjnë në prezencë të prindërve. Të paktën do duhet kështu të besoni, sepse nuk në një familje normale nuk do duhet të ishte normale që fëmia në një moshë kaq të hershme të konsumonte duhan. Jo që është i mirë edhe pas moshës 18 vjeçare, por gjithsesi është shumë shqetësuese nëse konsumohet në këtë moshë. Tani, këta fëmijë ku bëjnë konsumimin e duhanit? Është shkolla mbetet një prej vendeve ku më shumë shfrytëzohet për pirjen e duhanit, qoftë në ambiente të jashtme të shkollës apo në kafeteritë të cilat dinë të jenë rreth shkollave të ndryshme në vendin tonë. Si po bëhet kjo? Konsumimi i këtyre produkteve bëhet edhe në ambientet e shkollës, zakonisht në oborre, por edhe jashtë tyre. Çka është shqetësuese nuk është aty ku bëhet konsumimi, po më shqetësuese është aty ku po bëhet shitja këtyre produkteve. Do thotë qasja e lehtë në këto produkte nga këta fëmijë. Ju mund të shihni se në çdo dyqan, edhe afër shkollave, edhe me larg shkollave, ku shiten produkte të tjera të cilat përdoren për konsum për të përditshëm, duke përfshirë ushqimet e të tjera. Aty janë në pozitën primare, do të thotë janë këto produkte, cigaret elektronike apo vape dhe qeset e duhanit, dhe janë shumë lehtë të qasshme nga këta fëmijë. Dhe pothuajse nuk ka kur farë kufizimi për blerjen e këtyre produkteve.
ne kemi nisë edhe një peticion për të vëdësuar prindërit, po për të vëdësuar edhe mësimdhënësit edhe regulatorët, domethënë ligjvënësit, që është domosdoshme që të kufizohet shitja këtyre produkteve në këto dyqane, e sidomos në dyqanet në afërsi të shkollave. Dhe është e nevojshme që në kornizën rregulatore të tanishme, e që është ligji për kontrollin e duanit, i cili ka qenë në plotësim ndryshim para se të shpërbëjë parlamenti dhe të shpallësin e zgjedhjet, të përfshihen këto rregulla, të cilat e kufizojnë qasjen jo vetëm të trenëve, por të gjithëve në këto produkte që janë jashtëzakonisht varësuese. Duhet të theksohet gjithashtu se fëmijët apo adoleshentët, të cilët e nisin duhanin në moshën 13 vjeçare, 13 deri në 15 vjeçare, i kanë gjasat shumë të mëdha që të jenë të varur gjithë jetën nga këto produkte dhe nga duhani. Pra, ne këtu jemi mbrapa me trendin e daljes së këtyre produkteve në treg dhe me trendin e kapjes së konsumimit të këtyre produkteve nga të rinjt. Do thotë, përderisa këta tani vetëm janë shndruar në një brez të varurish, kjo përqindje, është shumë e vështirë që të punohet me ta dhe të gjejmë masa me të cilat do t'i mundësojmë këtyne që të lënë. Për shkak se nikotina në këto produkte qendet në nivele jashtëzakonisht të larta. Pra, kemi edhe këto cigaret elektronike, edhe këto krijojnë varësinë e njëjtë? Janë krijojnë varësi shumë të lartë. Vetëm sa për ilustrim, një cigare elektronike mesatare mund të përmbajë deri në 8000 thithje apo pafa, që barazvlerësohet me 300 cigare. Do thotë, tani mund të imagjinoni që një cigare elektronike mund të konsumohet gjatë tërë kohës, nga dikush që konsumon atë për dallim prej cigareve, të cilat edhe ashtu tashmë janë stigmatizuar dhe po konsumohen vende në ambiente të jashtme. Kjo mund të konsumohet gjatë gjithë kohës, pa pasur nevojë ta ndezësh një cigare, ta ndrosh, ta blesh një paketë tjetër, do thotë për ilustrim e thash se përbën sa 300 cigare nikotin dhe mundësi për konsumim. Gjithashtu është mendoj që është e rëndësishme të ceket se të rinjt që fillojnë të konsumojnë tani cigare kanë shumë cigare elektronike kanë shumë gjasa që përdorin edhe substanca tjera varësuese, siç është cigaria, alkooli e droga tjera të cilat janë të paligjshme, dhe gjithashtu në përqindje e madhe të tyre në moshën 40 vjeçare do të jenë persona të cilat do të bartin sëmundje kronike, kardiovaskulare edhe më të rënda. Tani përmendet me shumë të drejtë qasjen e lehtë që është përsiguruar cigare në vendin tonë. Kemi dyqane afër shkollave, ato kioskat të cilat shesin ushqime të ndryshme, por edhe shesin edhe cigare dhe duhan. Mu personalisht më kujtohet kur kam qenë në një dyqan, në një lagje, jo afër shkollës, në një lagje ku hyn fëmia dhe pyet a keni cigare me copë. Çka do të thotë se nëse ai e kërkon, ai e din që diku gjendet dhe që shiten cigare dhe me copë, çka do të thotë që është kaq e lehtë, sepse ne mund të themi po në rregull, sot një paketë cigare kushton bukur shtrenjtë, dhe ajo cigaria elektronike nuk është e lirë për t'u blerë. Ku po i marrin fëmijët këto të holla ose si po manipulojnë me prindërit e tyre, por në anën tjetër shohim që po krijohet qasje edhe më e lehtë, sepse po shiten edhe me copë. Dhe kjo është pasaj e vështirëson edhe më shumë situatën. Shitja me copë cigareve është një problem i kamatshëm, një çështje që është adresuar me ligj, mirë po nuk ka zbatim efektiv të saj, për shkak se me ligjin për kontrollin e duanit nuk është lejuar që të shiten cigaret me copë, por vetëm brenda paketimit origjinal. Kjo është një keqpërdorim i skajshëm nga ana e shitësve dhe me pasoja shumë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve tonë. Kjo mund të sipas vlerësimit të organizatës sonë, duke parë se ka pasur ngjecje në zbatimin efektiv të kësaj mase dhe masave si dhe shitjes në përgjithësi të cigareve, atëherë është e nevojshme që korniza ligjore të përmirësohet dhe këto cigare, jo cigare tradicionale, por edhe cigaret elektronike, qeset e duhanit, që janë këto kutit, nëse i keni parë brenda që vendosen në buzë. Pra, të gjitha produktet e duhanit dhe produktet e nikotinës
të rregullohet ashtu që të lejohet të shiten vetëm në dyqane të specializuara për produkte të duhanit dhe nikotinës. Atëherë kjo do të mundësonte një kontroll më të lehtë të këtyre shitësve, sa po i zbatojnë masat. Gjithashtu edhe do ta vështirësonte në masë të madhe qasjen e fëmijëve në këto dyqane për shkak se do të reduktohej numri i tyre në tërë territorin e Kosovës, por edhe mundësia për të kontrolluar në një numër më të vogël të dyqaneve me përgjegjësi të qartë është shumë më madhe dhe ne mendojmë se kjo do të sjellte në zbatim efektiv dhe gjithsesi rënien e blerjes së këtyre produkteve nga të rinjt. Duhet të theksohet se masat për të cilat po flasim janë masa parandaluese. Për shkak se shumë më vështirë është të trajtohet pastaj varësia e personave të cilët fillojnë konsumimin e produkteve të duhanit të nikotinës, se sa nëse merren masa që mund të parandalojnë nisjen e konsumimit të këtyre produkteve para se kjo të ndodhë. Për këtë arsye është një prioritet jashtëzakonshëm dhe urgjent që sa më shpejt të ndërmerren këta hapa, në mënyrë që të adresohen të gjitha këto që është jetë. Trendet nuk janë në rritje vetëm në Kosovë të konsumimit të këtyre produkteve, por edhe në gjitha vendet e Unit dhe në vendet e Bashkimit Evropian, edhe atje ka diskutime publike dhe janë në fazën e rishikimit dhe plotësimit të kornizës rregullatore dhe ligjore, si në Bashkimin Evropian, vetë edhe në vendet shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ne tani jemi në një moment të mirë, Ministria e Shëndetësisë ka nisur plotësimin e ndryshimin para se të vijë në qeveria, vetëm duhet të jemi të guximshëm dhe larg pamës që të vendosim masa të cilat me të vërtetë eliminojnë apo parandalojnë këtë problem. Tani kemi edhe një fenomen tjetër, Zbahia. Është edhe çështje kulturore. Patjetër kjo çështje ne e shohim që prindrit në vendin tonë kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë fatkeqësisht shkoblema një paqet cigare. Dhe tjetra, një fëmijë i vogël që ndoshta akoma nuk e di se çfarë po bën, mësohet me atë që shumë lehtë ti shkon në dyqan dhe e blen një paqet cigare, din çmimin, e din llojin dhe gjithçka tjetër. Familiarizohet me këtë produkt. Familiarizohet dhe çka është tjetra pastaj që shitet lehtësisht pavarësisht moshës në vendin tonë, pavarësisht që ishte bërë përpjekje që të mos lejoheshin që shitësit t'ju shitnin fëmijëve në moshën 16 vjeçare. Duan kështu e kanë rregulluar vendet evropiane, po tek ne nuk është e zbatueshme një gjë e tillë. Vazhdojmë pra, përpos që nuk është e zbatueshme në nivel shtetëror, që nuk bëhen inspektime, nuk bëhen rregulla strikte që mos t'u shitet asesi duhan fëmijëve, janë prindërit që pastaj e vendosin që shin mbi tor duke i quar fëmijën dhe duke vlerë duhan. Një problem që e ngritet me shumë të drejtë, një dukuri që po ndodh, dhe është evidente. Tani për të pasur sukses parandalimi edhe ndalimi i përdorimit të këtyre produkteve nuk mund të merret vetëm një masë, por është një numër i madh masave, duke filluar nga ndalimi i përdorimit të duhanit në vende publike, e cila është aktualisht në ligjin për kontrollin e duhanit, duke parandaluar blerja e këtyre produkteve nga personat në moshën 18 vjeçare, rritja e aksizës apo taksës për duhanin, pastaj është rregullimi i promovimit, i reklamimit dhe i sponsorizimit të këtyre produkteve, të gjitha këto masa, plus masat e vetëdijësimit që janë shumë të nevojshme që ju i përmendet, jo vetëm për fëmijët, por edhe për prindërit, që të kenë kujdes në sjelljen e tyre ndaj fëmijëve, që të mos bëjnë veprime të cilat e bëjnë që duhani dhe produktet e nikotinës të perceptohen si produkte të zakonshme nga ana e fëmijëve. Dhe mirë po që dukuria duantirjes dhe e konsumimit të produkteve të duhanit dhe të nikotinës të denormalizohet. Një gjë e tillë arrit vetëm nëse kemi zbatueshmëri efektive të gjitha masave që i përmenda, duke përfshirë edhe masat vetëdijësuese për prindërit dhe në popullatën në përgjithësi. Për shkak se nëse ne kudo që shkojmë, shohim persona duke konsumuar duhan dhe produktet e nikotinës, dhe kudo që shkojmë, shohim dyqane, vende ku shiten produktet e duhanit dhe produktet e nikotinës, atëherë domosdoshmërisht që kjo do të perceptohet si një dukuri normale dhe e padëmshme nga të gjithë, e sidomos nga fëmijët. Kjo është një herë, është edhe
si të them, mos të them lufta, po është përpjekja e vazhdueshme e industrisë së duhanit që nëpërmjet marketingut të kudondodhshëm. Tani së fundi edhe sidomos nëpërmjet marketingut digital në platforma sociale dhe platforma tjera online që ta promovojnë sa më tepër këto produkte në mënyrë që të perceptohen si të padëmshme dhe që të rrisin shitjet e tyre normal edhe fitimet, duke krijuar klient afatgjat për shkak se sidomos tek të rinjt, për shkak se një njeri që e fillon konsumimin e këtyre produkteve në këtë moshë ka gjosat shumë të mëdha që të jetë përdruesi tyre gjatë gjithë jetës së tij. Tani edhe një pyetje të fundit, përmendëm pra që duhani, cigaret elektronike përdoren edhe në ambiente shkollore, kryesisht ndoshta në ambiente të jashtme, urojmë të mos jenë edhe të mbrendshme. Domethënë gjendet një mundësi për të konsumuar duhan, sepse këta fëmijë në këtë moshë sigurisht janë nxënës. Tani, çfarë mendoni se duhet të ndërmerret shkollat ose të bëj Ministria e Arsimit, por edhe Ministria e Shëndetësisë në mënyrë që të parandalojmë një dukuri të tillë në shkolla? Me legj është edhe ndaluar, kjo dihet. Mirë, po tani çfarë duhet të bëhet më shumë është që në mënyrë të vazhdueshme t'ju përkujtohet këtyre fëmijëve që konsumimi i këtyre produkteve është i dëmshëm në radhë të parë dhe të ceken dëmet që i shkakton ky produkt. Pra të bëhet një masë vetëdijsuese për dëmet që i shkaktojnë këto produkte, edhe tek fëmijët edhe tek prindërit, mendoj nga ana e mësimdhënësve, të kërkohet nga prindërit që të kërkojnë nga fëmijët e tyre që të mos blejnë dhe të mos konsumojnë këto produkte, si dhe gjithsesi ndoshta masa ndëshkuese të lehta për fëmijë, për ata fëmijë të cilët takohen apo gjenden duke konsumuar këto produkte në ambiente të shkollës ku nuk është e lejueshme. Urojmë që të kemi një ulje të kësaj përqindje, jo një rritje siç ka ndodhur viteve të fundit, dhe të kemi një vlerësim sa më të madh të prindërve në radhë të parë, pastaj edhe të fëmijëve. Faleminderit shumë Zoti Spaja për kohën tuaj dhe gjitha këto informacione. Faleminderit juve për ftesën dhe mundësinë. Të nderuar shikues, tani nga